Sëmundja e shekullit e 21. Jetojmë në epokën më të pasur të historisë njerëzore. Kemi në dispozicion komoditete që mbretërit e së kaluarës as nuk mund të imagjinonin. Me një klikim në telefon, mund të porosisim çdo lloj ushqimi. Kemi shtëpi me ngrohje dhe ftoje automatike, makina që ecën vetë dhe veshje që kushtojnë sa rroga e një viti e një njeriu të thjeshtë. Sipas logjikës, shoqëria moderne duhet të ishte shoqëria më e lumtur dhe më e qetë që ka shkelur ndonjëherë mbi këtë tokë. Por e vërteta është krejt ndryshe. Statistikat tregojnë se pikërisht në vendet më të zhvilluara dhe më të pasura, shkallët e depresionit, ankthit, përdorimit të antidepresivëve dhe vetvrasjeve janë në nivele alarmante. Njerëzit po vrapojnë pas para si kur ajo të ishte ilaçi për çdo dhimbje, por kur arrin në maj, zbulojnë se maja është e ftohtë, e vetmuar dhe plot zbrasti. Pse po ndodh kjo? Pse sa më shumë gjëra materiale grumbullojmë rreth nesh, aq më shumë na zvogëlohet shpirti? Ky vrapim i çmendur dhe i pangopur pas të mirave të kësaj bote nuk është një surprizë. Ai është përshkruar me një saktësi absolute në tekstet e shenjta. Allahu i Madhërisëm e hap njërin nga suret mëzgjuese të Kuranit me një paralajmërim të drejtë për natyrën njerëzore. Ju ka mashtruar dhe shpërndar vëmendjen, gara, për të shtuar sa më shumë pasuri, derisa të vizitoni varret. Surja Tekafur 1:2. Njeriu ka një dobësi të lindur. Ai mendon se lumturia është një destinacion material. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e përshkroi këtë etje të pafundme me një metaforë të jashtëzakonshme. Sikur biri i Ademit, njeriu, të kishte një lugin plot me flori, ai do të dëshironte të kishte edhe një të dytë, dhe asgjë nuk mund ta mbush gojën e tij, barkun, përveç dheut të varrit. Kjo do të thotë se pasuria materiale ka një veti mashtruese. Ajo nuk të ngop kurrë. Ajo funksionon si uji i kripur i oqeanit. Sa më shumë që pi prej tij, aq më shumë të shtohet etja, derisa të shkatërrojë. Gara për të dukur më i pasur se fqinji, për të pasur modelin më të fundit të telefonit apo makinës, e kthen njeriu nga një qenie shpirtërore e lirë në një sklav të sendeve. Shkenca moderne dhe psikologjia sot flasin për një koncept të quajtur përshtatje hedonike. Ky ligj psikologjik thotë se sa herë që blim diçka të re, një shtëpi, një makinë, rroba, truri ynë merr një dozë të shpejtë dopamine, hormoni kënaqësisë. Por brenda pak javësh, kjo gjë e re kthehet në diçka normale dhe ne kthehemi në të njëjtin nivel lumturie ose mërzie që kishim më parë. Pastaj na duhet të blejmë diçka akoma më të shtrenjtë për të ndjerë të njëjtin stimul. Islami e zgjidhi këtë ekuacion 14 shekuj më parë, duke ndryshuar rrënjësisht për kufizimin e pasurisë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: pasuria nuk është të kesh shumë të mira materiale, por pasuria e vërtet është pasuria e shpirtit, kënaqësia me atë që ke. Nëse shpirti yt është i varfër, nëse je gjithmonë i pakënaqur, i mbushur me zili dhe lakmi, ti mund të kesh miliarda në bank, por ligjërisht dhe shpirtërisht ti je një i varfër që jeton në ankth. Ti ke frikë se mos i humb ato para. Ke frikë se mos njerëzit të afrohen vetëm për interes dhe nuk gjen dot kurrë qetësi. Pasuria e vërtetë është vetëm mjaftueshmëria. Të jesh falënderues për atë që ke, të kesh një zemër që nuk kontrollohet nga gjërat që zotëron. Ne kemi harruar se sa pak gjëra na duhen vërtet për të qenë të lumtur. Kemi komplikuar jetën tona duke ndjekur standarde artificiale të vendosura nga reklamat dhe rrjetet sociale. Por dëgjoj se si profeti e përmbledh formulën e suksesit dhe të lumturisë së vërtetë në këtë botë me një thjeshtësi që të lë pa fjalë. Kushdo prej jush që zgjohet në mëngjes i sigurt në familjen e tij, i shëndetshëm në trupin e tij dhe ka ushqim për atë ditë, është sikur të jetë dhuruar e gjithë bota me çfarë ka në të. Mendoje mirë këtë hadith, ndalu dhe analizoje. Nëse trupi yt funksionon dhe nuk e i shtruar në spital i lidhur pas aparaturave, dhe nëse ke mjaftueshëm ushqim për të ngrënë sot, ti je më i pasur se mbretërit e së kaluarës. Ti ke çdo gjë që të duhet. Pjesa tjetër është thjesht tepric, për të cilën do të japësh llogari. Ne shpesh qajmë për gjërat që na mungojnë dhe harrojmë të falenderojmë për mrekullitë që kemi. Çdo kafshat ushqim, çdo frymarrje pa dhimbje, është një dhuratë e madhe nga Allahu, për të cilën njerëzit e sëmurë dhe ata në luftë do të jepnin gjithë pasurinë e botës për ta pasur. Në fund të këtij rrugtimi që e quajmë jetë, ekziston një e vërtetë absolute që askush nuk mund ta mohojë.
Asnjë person nuk ka marrë dot asnjë qindark me vete në parë. Ti mund të jetosh në një pallat me 50 dhoma, por shtëpia jote përfundimtare do të jetë një grop e ngushtë në tokë, e errët dhe e ftohtë. Ti mund të vëresh rrobat më të shtrenjta të stilistëve, por trupi yt do të mbështidhet me një qefin të thjeshtë prej pambukut të bardhë, pa xhepa dhe pa marka. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, u kujton skenën e fundit. Të vdekurin e përcjellin 3 gjëra për në varr: familja e tij, pasuria e tij dhe vepra e tij. 2 prej tyre kthehen mbrapsht, ndërsa 1 mbetet me të. Kthehen familja dhe pasuria e tij, kurse me të mbeten vetëm veprat e tij. Makina jote luksoze do të mbahet në garazh dhe dikush tjetër do ta ngas atë. Paratë tua në bank do të ndahen nga trashëgimtarët. Shtëpia jote do të ketë një pronar të ri. E vetmja gjë që do të zbres me ty në errësirën e varrit janë namazet e tua, lëmosha që dhe në fshehtësi, bamirësia, morali yt i mirë dhe pastërtia e zemrës tënde. Mos e shit përjetësinë për një iluzion të shkurtër luksi. Përdore pasurinë dhe mundësitë që të ka dhënë Zoti për të ndërtuar shtëpinë tënde në ajret. Ndihmo të varfrit, gëzo një jetim, letëso dhimbjen e një njeriu. Ktheje pasurinë tënde në dritë për varrin tënd, përpara se të vi dita kur asnjë pasuri dhe asnjë djalë nuk do të bëjë dobi, përveç atij që vjen tek Allahu me zemër të pastër.